Selamu alaikum wa rahmatullah. Allah shpërblet të kemi rikujti që në hapë për sëndër. Selamu alaikum o që në ruar, tani që jemi në përfundim të muajit të bekuar të Ramazan. Desha të pës, cilat janë veprat më të mira që duhet të bëjmë në këtë ditë dhe në të fundit, që të përfitojmë sa më shumë shpërblim nga Allahu dhe të na pranohet agjerimi, Allahu i ruajtë e nderoft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prej negative të Ramazanit është përmbledhja shumë ibadeteve në te. Në hadithin e Gjibrilit që nifet, që transmeton Imam Bukhariu në Sahih dhe të tjerët, nga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ka ardhur Gjibrili dhe i ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ala al-islam, kallëzëm mua çka është islami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, islami është an tashhad an la ilaha illallah wa anni rasulullah, me dëshmu se nuk meriton mu adhuru kërkush përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Wa an tuqimu s-salat, me fal namazin, wa an tu'ti z-zakat, me dhon zakatin, wa tahijj al-bayt, me bë haxhin, wa tasum Ramadan, me agjëruar muajin e Ramazanit. Këto janë 5 shtyllat e Islamit. 5 shtyllat të Islamit të gjitha mund më përfshihen në Ramazan. Për çka më bë më shumë, cilat veprime me bë më tepër për me fituar shpërblimin e madh në Ramazan, me e shtuar sa më shumë dhikrin. Dhe pjesë e dhikrit është dëshmia, la ilaha illallah. Është dhikr, la ilaha illallah, la ilaha illallah, me shtu, një. Dhe sa më shumë në muajin e Ramazanit, me shtu e dhikrin, përmendjen e Allahut. Me thënë la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dhe të tjera të ngjashme të lehta, të cilat thuhen edhe pa pas abdes, thuhen edhe më kon i papastër, thuhen edhe më kon të ecë, edhe më kon në ratë, edhe më kon ullë, edhe më kon të punu, kur gjithë s'pengon hiq, me thonë la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, vepra të gjitha të preferua dhe që shpërblen më shumë në muajin e Ramazanit. 2. Me fal namaz. Me fal namaz vullnetar. Nëse në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më shumë që robi afrohet te Allahu subhanahu wa taala, pas farzeve janë namazet vullnetare. Pas farzeve vullnetar, namaz vullnetar. Namaz vullnetar është namazi taravive, namazi natës. Dhikri 1, përmendja e Allahut, 2 namazi, 3 agjërimi që e bën ditën. Shtylla e Islamit, alhamdulillah. 4 nxjerrja, dhënia e sadakave të përgjithshme, kush ka mundësi në Ramazan me dhënë sadaka. Jo vitrat, ato vitra pjesë tjetër. Plus kësajna, shtesë sadakatul fitrit me dhënë veç sadak për shef. Ushqim të fukarave, ushqim të muslimanëve me dhënë iftar. Dhe sadakat të tjera për ata të cilët kanë nevojë. Pastaj, është mirë që me zonë vitin ata të cilët japin zeqat, me zonë vitin nëse është bë dhe hala su bë koha me dhonë zeqatin, me dhonë para koha, me dhonë Ramazan. Pastaj, me bës rregull që me dhonë çdo Ramazan. Edhe gjithmonë nëse jepet në Ramazan del plus, dhe me thonë kur nuk të kalon afati, për shkak se Ramazani çdo herë shkon ka pak ja mor vitit. Ka disa ditë, 10 ose 11 ditë. Dhe në argumentet e përgjithshme me që veprat në Ramazan shpërblen më shumë, edhe zekati shpresohet te Allahu subhanahu wa taala që të llogaritet më shumë. Pastaj me e dhënë sadakatul fitrin,
Pastaj kush ka mundësi me krye umrën në Ramazan, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush e kryen umrën në Ramazan është sigur me bë haxhin, shpërblimin. Tash kur mlidhen të gjitha, është Ramazani vetmi i cili të bën të gjitha shtyllat e Islamit. Nuk ka një ibadet tjetër që të bën të gjitha shtyllat e Islamit përveç Ramazanit. Në të muslimani është agjërushëm, një shtyllë e Islamit. Në të e shqipton shahadetin për ditë dhe shumë herë në dite, shtyllë e Islamit. Në të e fal namazin, është shtyllë e Islamit. Në të nëse e rregullon dhënien e zakatit të shtyllë e Islamit, në të nëse e bën umrën, shpërblimin e ka te Allah subhanahu wa taala sikur me pas bë haxhin. Atëherë kretë që to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porosit edhe i ka kryer ato që i ka kryer, dhe shpërblimi te Allah subhanahu wa taala shumë i madh. Edhe e fundit që duhet me pas parasysh është tashmishin ato e pasë është na ik Ramazani bitis. Do thënë shfrytëzoni sa keni mundësi me zonë edhe diçka prej kohës së begatshme që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Lodhja, shpenzimet, tjerat krejt harrohen, kurse shpërblimi ju mbetet te Allahu subhanahu wa taala. Sado që lodhemi, për 2 ditë ose 3 ditë kthehemi në nivelet që jemi kon. Por shpërblimi te Allahu subhanahu wa taala është shumë i madh. Çash është shpërblimi te Allahu subhanahu wa taala i madh, sa që realitetin e saj na kemi me pa veç në ahiret. Kërkush në dynjot nuk ka mundësi me mësue, heq kur. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka thonë innema, vërtet Allahu subhanahu wa taala yatawaffa as-sabirun, ju ajep atyre të cilët agjërojnë. Sabirun, shumica e komentatorëve të Kur'anit në fjalën sabirun ka thënë ata të cilët agjërojnë, sa më shumë se këta që bojnë sabër s'po kërkush. Se më bë sabër të pas ushqimin atë mos me hamër, me bë sabër të pas ujin mos me pi, me bë sabër mos me fol, me bë sabër gjitha, kjo është më i miri, bi ghayri hisab, pa llogari. Domethënë nuk e vlerëson kërkush, nuk din me vlerësua kërkush vetë se kur shihen shpërblimet e Allahu subhanahu wa taala për të shfrytëzoni këto kohë dhe këto ditë dhe këta net të cilat kanë mbetur edhe nëse japin lodhje dhe nëse japin çka do, për shkak se vërtetësitë e lodhjeve kanë më kaluar, ose shpërblimi ka më mirë te Allahu subhanahu wa taala. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.